Vepra e Luantashit ndalet më shumë tek domethënia historike dhe politike e figurës së Ali Pashës, duke e trajtuar as si një pararendës të proceseve që quan drejt vetdijes kombëtare dhe më pas drejt pavarësisë së Shqipërisë. Në panel diskutimi për këtë vepër morën pjesë Zake Prelvukaj dhe Durem Abdullahu, të cilët folën për librin, duke theksuar mënyrën se si autori e ka ndërtuar figurën e Ali Pashtë Pelenës dhe kontekstin historik në të cilën zhvillohet rrëfime. Me mbresat e fuqishme nga udhëtimet në Portugali, Spanjë, Shqipëri, Greqi e në Turqi, në korrik të vitit 1811, poeti i madh anglez Lordi Byron u kthye në Angli, ku krijoi një nga veprat e tij më të rëndësishme, shtektimet e Childe Haroldit, e cila vepër është përcaktuar si nga veprat më të shohura të letërsisë botërore. Shumë vargje Byroni ja ka kushtuar Shqipërisë. Pikërisht në kohën kur Lordi Byron gëzonte kulminacionin e famës, në vitin 1813, i veshur me kostumin që morin nga Shqipëria, poeti i shuar pozoi para piktorit Thomas Phillips, ku në vitin 1814, pak muaj pas pikturimit, Byroni me veshje shqiptare, natyrisht piktura u ekspozua në Akademinë Mbretërore të Arteve në Londër. Po atë vit, nga imazhi i kësaj pikture, u gdhet gravura nga William Finden, e cila u printua në shumë kopje, u botua në revista, gazeta dhe libra të ilustruara të kohës. Suksesi menjëhershëm i Byronit zgjoi një ihon të madhe për Shqipërinë. Pas vargjeve të Childe Haroldit, Shqipëri lejon t'i kthej sytë e mi mbi ty, o nan burrash të egër, ku i përshkruan shqiptarët si raca më e bukur në botë. Mbresat për pritjen shqiptare të shprehura në letra dërguar nënës dhe miqve të tij, si dhe pikturës Byroni me veshje shqiptare, u vlerësua si portreti më i bukur dhe më i njohur. Shqipëria dhe shqiptarët nga viti në vit u bën gjithnjë e më tërhes për artistët. Tablot me figura shqiptaresh, të veshur me fustanellat e gjata e të bardha dhe jeleket e qëndisur me arë, përveç Shqipërisë, u pikturuan edhe në Greqi, Turqi, Egjipt, Siri e vendet e tjera ku artistët i hasën gjatë pikturimit të tyre. Na po mbledhemi në një prej librarive ikonike të Prishtinës për me promovu një libër pikërisht për Ali Pashtë Pelenën, ma konkretisht për imazhet e tij, një histori të ikonografisë Ali Pashtë Pelenës. Pas botimit të librit të tij për ikonat ose për ikonografinë në përgjithësi për Skënderbeun, për i profesor Luantashit, duket kaq e natyrshme që nuk mund të kishte një figurë të dytë të cilët do të mund t'i kushtohej një libër të tillë përpara Ali Pashtë Pelenës, sepse pas Skënderbeut ai është shqiptari i dytë me famën më të gjerë që e ka rritur qysh në të gjallë të tij. Kush ka qenë thelb Ali Pashtë Pelena? Ne nuk e di me siguri kur ka lind, pavarësisht që ai e deklarohi që ka lind në 1844, disa prej njerëzve në vorën e tij besonin që ai thjesht kishte marrë datëlindjen e Napoleonit dhe përdorte që me gjasusa më shumë edhe në këtë aspekt Bonapartit. Ajo që ka shumë rëndësi është që ai nis, si thosh, nuk mund të quhet karrierë, po nis një farë aktiviteti i tij për kohën krejt unik. Shekulli 18 në historinë e Perandorisë Osmane është cilësuar si shekulli i kleftokracisë, i sundimit të kleftëve. Fjala greke për hajdutët që zun pusi ndonë rrugëve për mi plashkit më shumë të karavanët të udhëtarëve dhe veçanërisht të tregtarëve. Dhe balkoni në shekullin 18 është një zonë jo shumë e sigurt. Në përpjekje për me vënë siguri, veçanërisht në territoret që sot i takojnë Shqipërisë së Jugut, autoritetet osmane të kohës zgjedhin kleftin le të themi më të shkallët, më të fuqishëm, që është Ali Pashtë Pelena, dhe nëpërmjet tij mendojnë mi bë zap të gjithë kleftet e tjera. Kjo përzgjedhje e tij rezulton të jetë shumë e suksesshme, madje përtej çdo parashikimi të vetë autoriteteve osmane, sepse Ali Pashtë Pelena arrin le të themi prej një hajduti të rrugëve të futet brenda sistemit perandorisë osmane dhe të kthehet një prej fillimisht një prej zyrtarëve, guvernatorëve më të fuqishëm
edhe më të rëndësishëm në historinë e Perandorisë Osmane, në gjithë historinë 6 shekullore të Perandorisë Osmane, dhe prej këtej ai kthehet edhe një prej pushtetasve, besoj unë më origjinal në historinë politike të shqiptarëve. Gjatë fjalës së tij dhe vetë autori Luan Tashi ndau me të pranishmit për jetimet dhe emocionet që e kanë shoqëruar gjatë shkrimit të librit. Ai foli për sfidat e trajtimit të një figure historike si Ali Pasha Tepelena, si dhe për lidhjen emocionale që ka ndërtuar me temën gjatë procesit krijues. Normal që kam emocione, gjë normale, është një ditë shumë e rëndësishme për mua. Domethënë, shumë vite studime, hulumtime, shkrime, analiza, kontakte, me qindra, me mira, emaile, me këto, me ato, edhe tash është sikur një kuriorzim i krejt kësaj pune. Normal që kam ndjenja edhe kam emocione. Çfarë mendon për librarin Dugaxhini, se e kanë prit? Unë me këta bashkëpunoj me librarin Dugaxhini, që shumë kohë, që ka ndoshta 10 vite, 12 vite, se kjo është libri im i tretë i cili shitet këtu, edhe ka një staf par excellence, krejt, prej zojës kryesore edhe deri të tjerët. Zotri Tashi, atë ka pëlqyer nga familja me shkruar libra, apo gradualisht duke u rritë ke kuptu? Drejt për drejt me shkruar libra, jo, por kjo ka ndodhur. Mos them rastësisht, po gjatë jetës njeriu i kupton disa gjëra të cilat nuk i ka bashkëqartë të impakt mjegullumin. Ne kemi mësuar historinë edhe në shkollë fillore, edhe të mësuesja, edhe në shkollë të mesme krejt, por ato nuk i kemi marrë shumë seriozisht. Po njeri tu pjek, tu marrë informata, falja dhe internetit normal. Atëherë vjen momenti kur ti ja don ja futbollin, ja basketbollin, ja filmin, ja. Ti e zgjedh libre. Po. Je edhe profesor, tregom si e presin nxënësat e tu librin e ri. Studenti jam, thotë kështu po bën. Thotë mirë. Ashtu që çeko e morëm përgjigjen, unë besoj që po, që mirë. Po. Si po prat me kalu kjo mbrëmje sot? Unë thash që ka emocione edhe po mendoj që mirë ka me kalu, sepse kam një staf rreth vetit, i kam 2 panelista shumë të rëndësishëm, profesor doktor Durim Abdullahu, edhe akademikja profesore Zaka Prilukaj, që do të flasim për librin, do të flasim për shumë gjëra interesante rreth librit, edhe shumë informata të cilat populli shqiptar nuk i ka ditë më herët. Pra në libër janë edhe disa informata që nuk i kemi ditë më herët, tregom pak për librin? Shumë njerëz nuk e dinë që mes Skënderbeut edhe Ismail Qemalit që duron Ali Pasha Tepelena. Domethënë njeriu i cili ka tentu me e kriju një shtet arbror. Mos them shqiptar, po arbror, i cili ka bo kërkesa edhe gjatë kohës së Austro-Hungarisë për me kriju një kushtetutë shqiptare për atë kohë. Domethënë, andaj janë letrat mes Ali Pasha Tepelenës dhe Napoleon Bonapartit, edhe korespondencët e ndryshme, ashtu që nëse rreni këtu do të mësoni diçka. Promovimi u karakterizua nga një bashkëbisedim i hapur me publikun. Ngjarja në librarin Dugaxhini dëshmoi edhe një herë rëndësinë e promovimeve letrare, si hapësira takimi mes autorit dhe lexuesit, duke e vendosur librin në qendër të vëmendjes kulturore.